sot zoti Abdigjiku në takim me zotin Kurti. Ai bashkë me zotin Hamza dhe me partinë e zotit Haradinaj nuk ofrua një kandidat ende të përbashkët përballë partisë më të madhe politike në vend se kush është kandidati tyre për president, po shkojnë në takime të ndara të zotit Kurti pa zotin Haradinaj, duke rritur dhe më shumë mbase fragmentarizimin edhe ashtu të dobët opozitar përballë zotit Kurti. Gjithë betejë Esmeralda po bëhet se kujt t'i mbetet faji, kush të mbetet me njollë pse vendi po shkon në zgjedhje. Por kush është palë, se duket sikur të dyja palët janë të interesuar të shkojnë në zgjedhje. Edhe nga ana e opozitës kemi parë një gjuhë të kujdesshme deri tani, edhe në parlament kemi parë një qasje të kujdesshme, me përjashtim të 1-2 deputetëve, pjesa tjetër, po them me leadershipit ka qenë shumë më e qetë në parlament. Pra, duket her pas here se po eksplorojnë mundësinë për të gjetur një kandidat, her pas here duket se gjitha palët po i druhen faktit se mos fajsohen dhe po lën një mjegull që mos kuptohet nëse janë pro apo kundër. Zgjedhjet e 28 dhjetorit që mbajti Kosova vitit kaluar, konkluduan që kursi i opozitës ishte i gabuar në raport me zotin Kurti. Politika që ndoqi opozita të pasivitetit të madh për gjithë ato vite dhe gjua si shtatjo e kujdesshme, tepër e kujdesshme e liderëve opozitar, nuk prodhoi rezultate kudit e votimit për këto parti me 28 dhjetor. Dhe të dy partit ende duket që ndjen disi në faj pse nuk arritën t'i bindin qytetarët që Kurti ishte gabim për gjatë vitit kaluar dhe jo ata që vendi mbajti zgjedhje të jashtëzakonshme 28 dhjetor. Duket që kjo klim e gjysmë pendesës ende si më thënë është si një re që mbulon këto dy parti, kursin e këtyre dy partive. Nuk shihet që qasja atyre me këtë lloj kursi mund prodhoj një platformë dhe rezultat sfidues tjetër për këto dy parti, edhe nëse vendi mund të shkojë në zgjedhje. Gjithçka që mund të pritet tani, nëse mund të pritet pak a shumë që t'jap sharm dinamikës opozitare është nëse Vjosa Osmani do të flasë nga sot e tutje për ta kompenzuar në mënyrë tjetër këtë lloj indolence, këtë lloj pasiviteti opozitar. Dhe a mund ta bëj këtë Vjosa Osmani? Mbase mund ta bëj, por jo aktualisht gjykojë me atë lloj impakti që mund ta sfidoj ekstremisht shumë zotin Kurti në kutitë e votimit. Gjithë vëmendja aktualisht Esmeralda është se çfarë do të bëj zonja Vjosa Osmani, cili do të jetë kursi i saj, cili do të jetë fjalori i saj politik, se çfarë do të flas, çfarë do të nxjerr nga tepiu, nëse mund ta them ashtu, cilat lloj tema që mbase mund ta mbështetim për muri zotin Kurti dhe pse gjithë kjo orfatje e zonës Osmani edhe aktualisht po shihet si përpjekje kryekëput personale dhe jo përpjekje që mëton të shpëtoj Republikën nga gjithë këto tema që shoqërojnë vendin, siç thatë dhe ju, kjo krizë politike në Kosovë po na shëtron teksa bota po përballet me sfidën më të madhe. Mirë, por tani ka një gjë se çfarë mund të bëjë zonja Osmani? Zonja Osmani ishte aty si kandidate për presidente, gjatë kohës që ishte presidente pati momentet e saj në të shumtën e rasteve, po them shumë të mira, pati dhe ato që për cilat është akuzuar se i ka bërë favore zotit Kurti, të cilat i pranoi edhe vetë, si që ishte edhe data e zgjedhjeve, për shembull, por tashmë ajo duhet të krijojë profilin e vetë, sepse ka një lëvizje që nuk e ka më, sepse është zgjatimi vetëvendosjes tashmë, e din të gjithë, lëvizja e saj guxo. Pra ajo tani duhet të krijojë profilin e saj politik,
edhe njëherë në politikën e Kosovës e më pas për të ofruar si zgjidhje për qytetarët. Se me këtë konfigurim që ka parlamenti i Kosovës, nuk besoj që zonja Osmani ka nëjë forcë aty brenda. Sakt. Zonja Osmani e thash dhe me herët, ka paralajmëruar dhe në konferencë për media që nga 4 prilli e tutje do të tregoj, do të shfaq gjithë platformën e saj se ku do të qëndroj ajo politikisht, do të formoj nisë në të re politike, me këtë nisë në të re politike do të ketë prirje me shumë të afrot, me le të kënë rrjedhimisht të bëj pakt me partinë e Lumir Abdigjiku, të ish partinë e saj, apo çfarë do të bëj? Gjithë vëmendja është nëse fjalori politikis zonjës Osmani mund ta kompenzoj, nëse kursi i saj mund ta kompenzoj, po them këtë pasivitet, këtë indolencë të opozitës, dhe sa mund të ketë gjithë kjo kohë ndikim për të bindur qytetarët që ndryshoj rezultatin e kutitë e votimit në zgjedhje që pritet t'i mbajë Kosova shpejt, këtë nuk e di, por që do të kemi zgjedhje duket që do të kemi përfundimisht në këtë ciklin e ri të kësaj krize dhe seanca fundit e kuvendit, nëse keni ndjekur me vëmendje Smeralda, fjalori politik atë dëshmon që polarizimi midis kampeve politike të pushtetit dhe opozitës nuk dha asnjë indikator që këto parti po bëjmë pakt për të shmangur procesin e parakohshëm zgjedhor, përkundrazi dhanë indikacione siç tha dhe vetë kryeministri Kurti kur kritikoi opozitën se ju tha atyre që keni kërkuar dhe me herët të hiqet akciza, të hiqet tatimin vlerën e shtuar si 2 instrumenta tatimor për të paksuar krizën që ndjejnë qytetarët në këtë kohë të krizës globale për shkak të luftës në Iran, por ju tha me propozuat me herët gjithë këto sërë, por rezultatin kutit votimit dëshmoj që unë kisha të drejtë. Deri në këtë mas shkoj zoti Kurti duke mbase u tallur duke bërë këtë deklaratë ironike në raport me opozitën dhe nuk shoh asnjë indikacion që por të drejtë ka pasur zoti Kurti. Rid, të drejtë ka pasur zoti apo jo, se në kutitë e votimit tregoi që qytetarët ishin shumë të lumtur me qeverisjen e tij, kështu që ndoshta ekzaminimi sakt politikisht i situatës. Gjendja në terren që e përshkruajnë partitë politike në opozitë dhe rezultatin e kutitë e votimit nuk korespondon. Tani, kjo është për analiza më konkrete, si që thamë, ne gjithë që kemi observuar. Unë kisha në fakt, nuk është se po kisha me ironi, se është pak po pujtan, edhe në Kosovë dhe në Shqipëri janë shumë të lumtur. E kupton, me thënë, të kutia e votimit, edhe pse ankohen 360 ditë, të kutia e votimit janë shumë të lumtur, e kupton, për qeverinë që kanë, kështu që ndoshta ato meritojnë.